27 janari përkon me ditën kur e gjithë bota kujton viktimat e Holokaustit, ku mbeten të vrarë rreth 6 milion hebre. 81 vjet më parë, pikërisht me 27 janar vitit 1945, trupat ruse hynë në kampin e përqendrimit të shfarosjes në Auschwitz në Poloninë Jugore, duke liruar ato pak burgosur të mbijetuar nga nazistët. Pikërisht me 27 janar të vitit 1945, ushtria kuqe sovjetike hyri pra në Auschwitz, në hapi dyert e Auschwitz, kampit të shfarosjes, dhe aty bota pastaj në një farë mënyrë filloi të mësonte se çfarë realisht ndodhte pra në vende të tilla. Historia e Auschwitz është një histori patjetër e dhimbshme, një histori që flet për miliona viktima, duke pasur parasysh zbatimin e planit të nazistëve gjatë luftës së dytë botërore, pra për zhdukjen përfundimtare të hebrejve. Mirdita thotë se institucionet arsimore duhet t'i kushtojnë një vëmendje më të shtuar, qoftë përmes teksteve shkollore, historisë e Holokaustit, qoftë përmes aktiviteteve që të rinjtë të njohin të kaluaren në mënyrë që ajo të mos përsëritet. Tekstet shkollore përmendet në një farë mënyrë se çfarë ishte Holokausti, por duhet thënë që përmendet përciptas. Kjo pastaj është ndoshta në duart e mësuesave, në duart e profesorëve, të cilët duhet të angazhohen seriozisht në përkujtimin e kësaj date dhe nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme t'i fusin të rit në një botë e cila për ta patjetër që ndoshta është e panjohur, po t'i shtojnë kuriozitetin e tyre, pra që të njohin mirë se cilat ishin gabimet e së shkuarës dhe të mos përsëriten në të ardhmen. Drejtori i Muzeut të Dëshmisë dhe Kujtesës Pierre Mirdita tregon edhe për eksperiencën e tij në vizitat në memorialin e Auschwitzit. Të vizitosh një vend si Auschwitz është një eksperiencë që të ndryshon jetën. Të paktën kjo është përshtypja ime në ato eksperiencat e mia personale që kam pas gjatë vizitave në kamp. Është një vend i cili të duket sikur koha është ndalur në vitet 40, pra gjatë luftës së dytë botërore. Faktikisht aty e kupton vërtet pastaj se çfarë ka ndodhur gjatë luftës së dytë botërore. Je në një vend ku koncepti ndoshta i hapësirës dhe i kohës është totalisht i ndryshëm prej jetës tonë të përditshme dhe realisht me ekspozitat e tyre, me guidat e tyre, por edhe me gjitha materialet që aty ekspozohen, njeriu vizitori merr një përvojë të cilën nuk do ta harrojë asnjëherë.